Napoli fitoi në mesjavë me shifra 1-0 ndaj Lecces në kampionat fal një goli të Zambo Anguissa, por edhe një gabimi nga pika e bardhë të talentit Francesco Camarda për ekipin vendas. Lecce fitoi penallti kur shifrat ishin 0-0 dhe sulmuesi i ri gjuajti nga pika e bardhë duke humbur atë përballë Milinkovic-Savic. Mendjet italiane kanë zbuluar për paskenat e atij momenti pasi shumë kush kishte interes të dinte nëse adoleshenti Camarda kishte qenë i caktuar të gjuante penalltin. Është mësuar se sulmuesi në fakt kishte biseduar me Ylber Ramadanin dhe me Tete Morente para se të merrte topin duke kërkuar që ta gjuante ai. Nëse ke dëshirë gjuaje, por e rëndësishme është që ta godasësh fort, kishte qenë këshilla e mesfueshorit shqiptar para goditjes. Camarda gaboi gjuajtjen, por gjërat mund të kishin shkuar shumë ndryshe. Ai ishte në listën e goditësve të penalltive, pasi edhe trajneri Di Francesco konfirmoi se kishin qenë dy të tillë në fushë të caktuar për të gjuajtur me sulmuesin një prej tyre. Sipas DAZN, emri tjetër ishte Medon Berisha, i cili gjithashtu kishte qenë gati të godiste nga pika e bardhë, por në fund i kishte lënë radhën sulmuesit.